Eliminimi i Henrit nga ferma VIP ka sjellë reagime dhe në ferma Klap pas humbjes së sfidës nga Bujaka ditën e hënë. Henri dhe Blerina shkuan në një televotim kokë më kokë ku publiku vendosi se cili prej tyre do të linte përfundimisht fermën. Me shumicë votash publiku vendosi largimin e Henrit, duke i ndërprer rrugtimin drejt çmimit të madh. Vendimi ka shkaktuar diskutime të shumta pasi Henri konsiderohej si një nga fermerët më aktiv dhe më të komentuar të këtij edicioni. Në studio, Albano Bogdo reagoi ashpër ndaj rezultatit të televotimit. Henri ishte një nga njerëzit më aktiv të fermës. Nëse publiku vazhdon të heqë njerëz vetëm për një fjalë, do mbeten vetëm njerëz mbi 45 vjeç, u shpreh ai. Ai ngriti dhe akuza ndaj duke përmendur një video të Blerinës që sipas tij duhej të kishte sjellë penalizim. Nuk e di pse fshe produksioni. Blerina duhet të ishte përjashtuar për atë klipin që ka dalë, ku përdor fjalor banal. Për çfarë nxorën në televotim Fabiolën? Për një fjalë, minimumi këtë duhet të kishin bërë me Blerinën, u shpreh ai. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.